Nëse duam të kalojmë tani tek personat të cilët kanë gjendje të caktuara shëndetësore, për shembull personat të cilët janë me hipertension. Ata janë dhe më të rrezikuarit tani në verë për problemet shëndetësore që mund t'ju shfaqen, personat gjithashtu me diabet, edhe grup mosha të caktuara. Po. Këshilla që ju jepni këtyre personave në mënyrë që ata të mos pësojnë ato dëmtime, ato efekte që i përmendëm edhe në fillim. E para mos dalin jashtë, e dyta mos pinë nivele të larta të pijeve energjike, ose mos pinë fare, të kemë kujdes te konsumimi i kafes, se është shumë i rëndësishëm, mos dalin jashtë në temperatura të larta, mos bëjnë debate, mos flasin shumë, duhet ulur niveli i konsumimit që mos harxhohet niveli i energjive apo të kalojmë edhe në mbi stres apo edhe në ankth apo edhe në debate të tilla, të cilët do sillin të gjitha një proces zinxhir dëmtues në trup, të konsumojnë sa më shumë ujë, të mbajnë kapele, të kenë kujdes, në kohë e pikut duhet mbaj syze, po jo çdo kohë sepse syzet kanë dëmtimet e tyre, sado të mira të jenë origjinale apo reklamat që i bëhen. Unë kam folur në një periudhë tjetër për problemin e syzeve dhe të mbajnë gjithmonë një shishe ujë me vete dhe patjetër të furnizohen në shtëpi gjatë gjithë ditës sepse procesi i dëmtimit të trupit nuk ndodh vetëm për një çast. Nëse ti je i karikuar gjatë ditës, pra nëse ti je çuar mëngjes si shteti që parë, ke konsumuar një fes çarçi, një gotë ujë me pak krip, ke konsumuar një ushqime të cilët nuk janë të yndyrshme, atëherë ke mbajtur dhe në kontroll nivelin e peshës tënde, atëherë patjetër që ti je më i përgatitur për ta përballuar vapën dhe mos kalojnë direkt në temperatura shumë ekstreme, nga nxehtësi e lartë në temperaturë shumë ftohtë, të kenë kujdes, po ashtu edhe futja në det, po ashtu është e njëjta gjë. Të kenë një kujdes të madh. Shumë njerëz bazohen duke marrë nivele elektrolite në mënyrë suplementare, por këto nuk janë të rëndësishme në drejtimin tim, sepse po ta vësh re, mund të jenë diku të nevojshme, këto suplemente që marrin njerëzit gjatë kohës verës, të shtuar shumë, por nuk janë të domosdoshme për trupin. Se po të ishin domosdoshme, të gjithë brezat tanë më parë, ato s'kanë ekzistuar, do t'i konsumonin dhe kanë jetuar dhe nuk kanë pasur probleme. Nuk është tekbi kjo. Por, përsëri, për çfarë do të flasim në marrjen e suplementeve? Për natriumin. Për natriumin e mund ta marrim nga kripa e zezë. Për kaliumin e mund ta marrim nga niveli i lartë i frutave. Gjithë frutat kanë nivele kaliumit. Bananet, frutat, patatet, kuqe, avokatot, çdo gjë. Edhe fasulet, domatet, kajsia, peshka, çka kemi në këtë rast. Çfarë do të marrim? Edhe bim kanë nivele kaliumit. Pra edhe çajrat që ne mund t'i marrim të ftohtë, se s'duhet bim temperaturat të nxehta, çajrat do t'i bim të ftohtë. Magnezin që është kryesori për relaksimin muskulor, për ndihmën e stresit, për problemin e funksioneve të zemrës, ne mund ta marrim nga bajamet, nga arat, nga farat e lirit, nga kakao apo çokolladat, apo nga spinaqi, rukola, jeshillëqet, pra përveç hithës e tjera. Pra kalciumin do ta marrim nga derivatet përsëri edhe të nivelit të peshkut apo tjerat apo mishit, nga kostrat e tyre, nga lëngu të tyre, po edhe nga farat, nga susami, nga barishtet, nga brokoli, farat e qias e tjera. Pra të kemë kujdes që mos i marrin këto elektrolite nëse nuk e kanë të nevojshme, pra nuk janë të domosdoshme nëse furnizohen në mënyrë natyrale.